Gëzuar verën 2026, AFC dërgon një kartolinë dashurie për spitalin e Kukësit. Një fest verore pranë Prishtinës organizuar nga Albanian Fighting Cancer, USA AFC u shndruar në një aktivitet suksesshëm bamirësie për spitalin rajonal të Kukësit, edhe pse ishte planifikuar të zgjaste 4 orë, fëmijët kërkonin të qëndronin më gjatë, ndërsa të rriturit propozonin që aktiviteti të përsëritet çdo vit. Nismëtarët e aktivitetit ishin Anila Raxhimi Kraja, Zana Balashi dhe Elisa Balashi, të cilët reaguan menjëherë pasi mësuan se spitali i Kukësit kishte nevojë për pajisje mjekësore. Anila, Zana dhe Elisa koordinuan dhe organizuan në heshtje këtë veprimtari me synimin për të ndihmuar, deklaroi presidentja dhe themeluesja AFC Roberta Panariti Nashi. Vetëm 2 javë më parë, ajo kishte përruar përfundimin e 2 dhomave të kimioterapisë në repartin e onkologjisë të spitalit të Korçës. Aktiviteti mblodhi $5.000 fal pjesëmarrësve që blen bileta dhe donatorëve që mbështetën bujarisht. Fondet do të përdoren për blerjen e disa prej 28 pajisjeve të kërkuara nga spitali i Kukësit. Atmosfera familjare, ushqimet tradicionale shqiptare, muzika dhe mikpritja bashkuan shqiptar dhe amerikan.